Menko Sejdiaj, 46 vjeç. Fadajda Sejdiaj, 21 vjeç. Anete Bilqa, 41 vjeç. Besmir Bilqa, 9 vjeç. Fatos Kara, 22 vjeç. Peteri Sani, 28 vjeç. Robert Barlani, 19 vjeç. Niklovan Troqe, 17 vjeç. Anastas Mërkuri, 30 vjeç. Lindita Demiri, 12 vjeç. Bektash Tahiri, 27 vjeç. 28 vjeç. Kozeta Sulo, 21 vjeç. Klobian Sulo, 2 vjeç. Kisherin Zini Muqaj, 27 vjeç. Erman Gjaka, 18 vjeç. Fatmir Gera, 28. Lanaj, 30 vjeç. Kastriot Adam Bashaj, 27 vjeç. Klarida Hasan Bashaj, 24 vjeç. Vajto ti mojnë në plako, mërgimi tjem ti ka sosuro. Dhe të shenjë për viktimat e Otrankos. Faleminderit për ftesën, për të sjellë përmes zërit tim një elegji, një zë kujtese, dhimbjeje dhe respekti për jetët që u shuan, por që nuk do të harrohen këtu. Le të jetë kjo këngë një lutje e heshtur, një kujtim i gjallë dhe një përqafim shpirtëror. Në për botë, që është kështuoj madhi Zot, një sëmundje e qysh nga shekujt e kaluaro, qaj moj zemër e plagosur, vajto ti moj në plako. Mërgimi tjem ti ka sosuro, e ikin e së vingë prapo. Të vitit 97, mori një vendimarrje të vështirë për të domosdoshme të largohej nga Shqipëria, megjithëse ishte vetëm një adoleshent. Ne nuk kishim mjaftuar shumë para, ndaj do të duhej të merrnim mua një shumë lekësh për të paguar skafin. Qa në la me ligje plotë. Emra e 81 viktimave që ishin nga 3 muaj dhe vazhdonin të frikëshin. Dhe duke dhimbja eci bashkë me ne, është një dhimbje që si qytet do ta ketë në breza dhe jeton me ne, sepse gjithmonë do t'jetë e vështirë të trasësh të tragedinë e Otrankos dhe dhimbja nuk do të largohet asnjëherë. Një kohë e vështirë për qytetin dhe për vendin, sidomos për Brodhën, ajo kohë ku njerëzit kanë shpresë largimi dhe kanë nëpërmjet këtij deti që çuditërisht sigurim force dhe energjie për qytetin të kthesh në një varg të heshtur. Dhe ne pa diskutim do të kujtojmë nëpërmjet këtyre datave dhe jo vetëm nëpërmjet këtyre datave
të gjithë ata, sepse harresa do të ishte një vdekje e dytë e të gjithë. Ne do të kujtojmë vinin nga Lampas, kultimin e tyre dhe historinë e qytetit, të paharuar çoshtë. Adi sotë e vetë me këmbe vinë Paku nga një anë të të bashkuar dhime së tyre sot, një ceremoni konstitucionale për të 81 viktimat të tragjedisë së Otrantit. Unë kam qenë shumë e vogël atëherë, por besoj se për çdo të madhe të vogël, ky tragjedi ka lënë një shenjë që sa do vite të kalojë nuk mund as të zhgohet as të zbehet. Kur kam dërguar tezat tek gjithë qytetarët, aq sa kam mundur, më kanë ardhur dy mesazhe. E para, që thoshte se secili prej tyre njite të mbytur viktima dhe se dhe sikur gjithë qielli të gjmonte të binte në shik, atë gjithsesi do vinte. Në potoa u hap, sepse mbase shpirti i tyre donte t'u jepte gjithë dhe ju dhe ne një mesazh që ne do t'i përkujtojmë çdo vit ato dhe mungesën e tyre, siç ata ndoshta më shumë se kushdo e meriton me dashuri. Prandaj sot janë 81 karrige bosh, një vend që nuk mundet dot ta mbush asgjë dhe askush. Unë e di që gjithë ne biem dakord vetëm në një gjë, që kur të mirat i ndajnë me njëri tjetrin bëjnë më të mëdha, ndërsa dhimbjen kur e ndajnë me njëri tjetrin na lehtëson sa të parë. Dhe përfitoj nga rasti, e para për një thirrje, që kjo ngjarje të mos jetë thjesht në ceremoni sipas organizimeve të rastësishme, por të jetë një ceremoni e përgjithshme, me nder, me dignitet, sikurse secili prej viktimave dhe secili prej familjarëve meriton që të përkujtohet. E fundi që unë do doja të doja si thirrje më shumë, është që në Shqipëri ne më së shumë i gjendemi pranë njëri tjetrit në situata të ndihmshme, për t'i qarhallur dikujt kur është në vështirësi. Por do doja sot të mbyllja fjalën time për të bërë thirrje kujdo që më dëgjon, për të qenë afër njëri tjetrit edhe me të mira dhe suksese, sepse mendoj që sot më shumë se kur kemi nevojë pikërisht për këtë. Shumë faleminderit edhe një herë dhe të paruar qofshin. 10 vjeç, Nertil Avdiaj, 11 vjeç, Olsi Avdiaj, 6 vjeç, Irma Greko, 21 vjeç, Kristi Arzuela Lara, 6 vjeç, Vittorio Gastrona, 33 vjeç, Latif Berneri, 53 vjeç, Maze Seferi, 31 vjeç, Zulyma Sulejmani, 22 vjeç, Krenar Sulejmani, 27 vjeç, Alban Sulejmani. Po më bëni një pyetje që të di nga Tianis. Të paktën janë përkujtuar. Kjo tragjedi është përkujtuar, por kjo është hera e parë që përkujtohet në këtë mënyrë. Pas kaq shumë Pas kaq vitesh. shumë vitesh. Në fakt, në sa informacion kam, janë bërë edhe më herët aktivitete përkujtimore të përmasave relativisht të mëdha, por kryesisht në përvjetor e 25 vjetor. Normalisht unë mendoj që kjo është një ngjarje që qyteti i dhem, dhe që mendoj me të vërtetë që harresa dhem më shumë ndonjëherë se sa vetë ngjarja që pashmangshmërisht tashmë ka ndodhur. Unë kam pasur si mendim vazhdimisht dhe le të themi ndjem shumë mirënjohëse gjithë familjarëve që më lejuan edhe më
ndihmuan në organizimin e këtij aktiviteti dhe shpresoj dhe patjetër që do kem ndikimin që të jetë i përvitshëm jo vetëm në përvjetore, sikurse është ai viti tjetër që do të jetë 30 vjetori tragjedisë së Otrantës. Pse pikërisht ju e morët me iniciativë të tillë? Po mendoj për ndjeshmërisë që unë përherë kam patur edhe kam treguar në qytet për të organizuar aktivitete të ndryshme. Thjesht ishte një mendim i caktuar që më erdhi për ta bërë. E ka shkuar në vend drejtësia? Dhe çfarë do të bëhet në vijim nëse ka diçka të hapur? Nuk mund të jem unë që ta them a ka shkuar në vend drejtësia apo jo. Unë mendoj që ajo çfarë ne mund të bëjmë sot dhe që besoj ja kemi dalë në një farë mënyre është që të mos përsëriten më tragjedi të tilla. Dhe patjetër gjithë ne kemi patur familjarë që kanë marrë skafe dhe gomonet për të ikur në Itali ose për të emigruar, sot mendoj që jemi në kushte krejt tjera. Kështu që edhe fëmijë, Andrea. Burri tim i ranë më të lartë, po shtere herë në muaj dhe shteti si mbështeti të jepte një bilet për në traget. Dhe erdhi puna pësojnë dhe i frak unë zori trupat dhe lanë me gishë në gojë. Këtë kisha. Neve faleminderit që i respektuan. Edhe ata që morën, ata që s'morën s'marrin. Vande nuk se ne vllai. Si quhen? Bardor dhe Burbuqe dhe Lire. Kështu që fëmijën e la 16 dhe tjetrin e la 20 vjet. Ai që ishte bashkë me ta 16 vjet që shpëtoi, pësoi edhe një depresion që dhe sot është me 160.000 lekë. Zgjodhën atashën këta, zotrin kushë zgjodhi për kryetarja për t'i përfaqësuar në Itali. Ajo u dall mbushi xhepat sa ve u dha sa s'u dha në mënyrë private se. Kështu është. Basa saj u zgjodh kjo zonja, se kush e zgjodhi nuk e di. Ne kryetar kemi pas Ju s'ka marrë. Dhe më përfaqësoj kjo pa e ditur unë që më përfaqëson dhe kjo zonjë në Itali. I kam marrë në telefon gjatë gjithë kohës dhe në fund kur mori lekët e saj që kishte vënë dhe kushëri dhe pa vjeçare edhe ju keni qenë mbështetës. Kjo tragjedi që nuk është thjesht tragjedi, po është një tragjedi e krijuar me dashje. Është një tragjedi që ka rënduar dhe çdo vit në vend që të lehtësojsh kjo tragjedi është rënduar edhe më shumë. Sot në këto momente, familjarët përballen në një dhunë psikologjike, jo se janë mashtruar, jo se janë gënjur, ata janë lodhur nga kjo tragjedi, jo thjesht u humbën fëmijët, jo thjesht u humbën familjarët. Por vendimi i gjykatës italiane ka qenë i padrejtë, i ka goditur dhe njëherë. Është e pashmangshme të thuash të gjendet trupi dhe fëmija 6 muaj, siç ka ndodhur me vajzën e Dilavis Sherifaj, dhe të thot gjykata nuk ka prova, nuk është viktime kësaj tragjedie. Këto viktima kanë dalë në 14 nëntor dhe krejë në Vareza. Çfarë keni bërë në këto vite? Në këto vite ka marrë lekë të saj asnjë gjë më shumë. Të lutem për të. Pa themu dhe unë nga Italia fizikisht. Gjithë këto vite mbylli dhe telefonat dhe i la njerëzit në jetë fikur. Pas shkon bën pushime, kërkon nga unë pse i e shequr e drejta e vendimit, kur të gjithë i kanë prokurat e emrat më janë lexuar në atë vendim, negativ apo pozitiv. Unë kam ardhur nga spitali, në një lokal aty kemi dhe familjar, i kam mbledhur dhe ata që kanë humbur dhe ata sa kishin të drejtë ta dinin për të vazhduar më tej. Çfarë do bëhet këto? Të kërkoj. Shumë familjar gjyqi është mbyllur, por nuk mbyllet një krim. Ky është një krim njerëzor. I bën thirrje shtetit fuqishëm. Të besoj prakt me qinxoli trup. Ja pra do na i thoni ju me radhë. Më thoj vllai dhe nipi tjetër. Kemi 29 vjet sot, ti kujtoj. Ata për ne do vetëm të paharuar. Unë kam një diçka të vogël që ti shikoj çik më shumë për ato varrezat se janë prishur, se i bëri shteti atë tani janë lënë arrest. Këto gjëra tjera çfarë do bëjmë, ata ikën nuk kthehen më. Të paharuar qofshin. Faleminderit.